Biznesi I kënaqësisë me regji të Gocit Cvetanovski u shfaq të ejtën bramba në Cineplex Kosova. Kena me hip sonte nesër? Ka ndonjë problem, ha? Film ky që eksploron botën e errët të korrupsionit, krimit dhe prostitucionit. Biznes me femra. A dëshiron një argëtim? Në qendër të ngjarjes qëndron një gazetare e guximshme e cila ndërmerr një operacion të fshehtë për të zbuluar një rrjet të fuqishëm trafikimi pas zgjukjes misterioze të shoqes së saj. Nuk di asgjë, më lëshoni, më lutem. Ajo shpejt përballet me forca të rrezikshme duke hyrë në një luftë për të mbijetuar dhe për të nxjerrë të vërtetën në dritë. Jam shumë I lumtur që po e prezantoj këtë film për audiencën e crossover. Ky është një film që ka aktor nga pothuajse I gjithë Ballkani. Filmi quhet The Business of Pleasure. Ai flet për një gazetare që bën një hetim. Ajo dëshiron të zbulojë ata që janë pas një rrjeti trafikimi të grave për prostitucion, pra ka të bëjë me tregtinë grave. Në këtë mision ajo e bën këtë sepse ka humbur një shoqe e cila ishte viktime e këtij rrjeti trafikimi. Ajo punon bashkë me babain dhe xhaxhain e shoqes së saj, të cilët e ndihmojnë për të luftuar kundër kësaj organizate kriminale. Dhe sa më shumë ata hyjnë në këtë organizat, ata bëhen pjesë e një reportazhi me kamerë të fshehtë, e cila është e fshehur në syzet e njërit nga protagonistët. Sa më shumë që zbulojnë ata, aq më shumë kuptojnë se kjo arrin deri në nivelet politike shumë të larta. Pra është një film që flet për shumë tema të ndryshme, por kryesisht për drejtsinë dhe atë që është e drejtë dhe e gabuar. Rolin kryesor e luan aktoria turke Selajan Vojsevic, e cila shprehu entuziazmin e saj për premierën e filmit në Kosovë. Jam shumë e lumtur, jam shumë mirënjohëse dhe falendëruese për këtë mundësi që jam këtu me filmin ton The Business of Pleasure. Mendoj se ky film është bërë posaçërisht për njerëzit nga Ballkani, sepse tema e filmit dhe mënyra se si është realizuar, besoj se është një film që thyen të gjitha stereotipet. Kam pasur mundësi të portretizoj një grua shumë të fortë, Elenën, një gazetare investigative që ka një luftë të vazhdueshme për drejtësi dhe në kërkim të pandërprerë për të vërtetën. Dhe është një karakter shumë I mirë I shkruar dhe jam shumë e lumtur që pata privilegjin të portretizoj këtë grua. Dhe mendoj se jam shumë e lumtur që jam pjesë e gjithë këtij ekipi. Krahas saj janë edhe aktorët shqiptar Ismail Kusumi, Musa Isufi, Ekzona Salihu dhe Avni Talipi, duke e bërë filmin edhe më të ndjerë dhe autentik. Apo na tregoni që po ndihni sot që është edhe premiera e filmit? Kur ka premiera gjithmonë janë emocionuese, kështu në një çfarë fjale ethet e dekës, e kupton se I pret mandej jo ato komente ja pozitive, ja negative, ta këshyrim, fjalojmë opinionit se çfarë mendimi do të ketë për filmin. Po janë të mirëse ordora o pozitive o negative. A na tregoni çush ka shku ndoshta krejt xhirimi, çush ato prapas skena çush kanë qenë? Në fakt kanë shku tepër mirë edhe pse na kena xhiruar në vitin 2020 në kohën e pandemisë, ka qenë pak e vështirë si procedurë, po prapë gjithçka ka shku mirë, interesante edhe në ato kushte që kemi xhiru kanë qenë interesante për në atë kohë kur kemi xhiru. Çush ishte ndoshta bashkëpunimi me kastin e aktorëve, me regjisorët, çush shkoi kjo bashkëpunim? Bashkëpunimi ka qenë I mrekullueshëm, kasti I aktorëve është gjithashtu I mrekullueshëm. Procesi ka qenë shumë I mirë, jemi I kënaqur, ka qenë një proces kreativ. Mendoj që kemi nxjerrë një film shumë të mirë. A na tregoni pak a shumë secili për rolin e juaj në film? Roli im është një shakaxhi, një dashnor, një producent I filmit, një producent I videoklipëve muzikës që bëjmë në brenda filmit dhe në fund një guximtar dhe luftëtar deri në fund që domethënë kur nis një gjë me bëj që deri në fund bashku me vëllaun që kam në film. Po për ju roli juaj I cili ka qenë në film? Po, në fakt unë kam luajtur rolin e Joanës, është një vajzë nga Shqipëria e cila është trafikuar për prostitucion në Maqedoni të Veriut. Edhe ka qenë pak sfidues si rol, po ka qenë interesant edhe ka një farë kyç të rëndësishëm personazhi jam në film, sepse fillon prej aty me u zbulu një farë forme me fillu zbulimi I trafikimit të atyre që mirën me prostitucion. Po roli juaj? Unë luaj personazhin e Jonit, një personazh të dramatik, një personazh I cili në kaluarën e tij ka pas
dramat e tij personale, familjare, ku edhe vajza, për shembull vajza ime, të cilën i luaj në rol, ka qenë trafikuar njësoj nga bandat e shtetit, edhe pastaj shoqja e vajzës time, e cila është e zhdukur, vjen na takon neve vëllezërve për të infiltruar në bandën e cila mirret me trafikimin e qenieve njerëzore. Mua më vjen mirë e kom të Dafne Dalipin, a na tregon sa këto tema ndoshta mundën më pranu në Kosovë? Kjo si temë nuk është një temë e cila ka të bëjë me elementet etnike, ta themi, apo regionale, kjo është një temë shumë universale. Trafikimi me qenie njerëzore apo drejtat e njerëzit janë gjithandej pjesë të rëndësishme dhe interesante dhe janë probleme, jo vetëm tona, po janë universale si probleme. Kështu që unë mendoj që ne nuk jemi pjesë jashtë mozaikut të kësaj universales, si e kam fjalën edhe si shqiptar edhe si kosovar edhe si nuk jemi, domethënë, jashtë asaj pjesë, dhe mendoj që janë shumë të rëndësishme dhe besoj që do të priten shumë mirë. Kjo trafikimi me qenie njerëzore është një temë nga kjo, elementi kryesor këtu është lufta kundër trafikimit, të cilën e ndjek me këmbgulje gazetarja investigative, të cilën e lund Sllaxhana, dhe lufta kundër së keqes që në rastin apo devijimeve të pushtetit, keqpërdorimit të pushtetit, devijimeve të pushtetit. Pra është një film krim thriller psikologjik shumë interesant dhe shumë i guximshëm në të njëjtën kohë. Me një histori që të lëhe pa frymë dhe një realizim artistik të shkëlqyer, ky film shërben si një thirrje për ndërgjegjësim dhe reflektim mbi sfidat e shoqërisë sonë.